I pa imagjinueshme që po ndoste që europianët të çonin trupa, ndoshta në numër të pakët, por që simbolike. Çfarë do thoshe që ushtar europian ishin gati të qellonin ose të qelloheshin nga ushtar amerikan? Kjo u evitua. Kjo është një arritje e jashtëzakonshme. Pra ka një divorci, po në miqësi. Mbetemi ende aleancë sepse kemi të njëjtat vlera, por Europa tani është më e ndërgjegjshme për një autonomi të saj që s'mund t'i bëj besim më askujt tjetër në këtë planet. Dhe për këtë arsye dhe Macron nuk shkoi shumë larg. Pardje nuk ishte agresiv me Trumpin, thjesht tha që ju mbroni interesat e juaja, të amerikanëve, që është normale, por dhe ne do mbrojmë interesat tona. Dhe më leoni edhe një pyetje të fundit, zoti Burimi, duke qenë se kohën e kemi të limituar, ta vendosim pak Shqipërinë në kontekstin e përplasjeve mes SBA-s dhe BE-s, pra roli i vendeve të vogla në përplasjen e fuqive të mëdha. Shqipëria mes SBA-s dhe BE-s, a rrezikon Tirana zyrtare të përfshihet në një lojë më të madhe gjeopolitike dhe a ka një mundësi diplomatike për Shqipërinë apo ndodhet në një pozicion delikat? Jo, fare. Vetëm gjë që rrezikon Shqipëria sot është dhe një herë fitoria e ekstremeve në Francë, Gjermani, në 2007, që Le Pen i vjen në fuqi, Shqipëria i bëri një kryq ëndrës saj për integrim evropian. Kjo është rreziku i madh për Shqipërinë. Por këto nuk pret askush në Shqipëri në këtë moment të tregojë me këtë kamp është. Në këtë moment i kërkohet Serbisë me këtë kamp është me perëndimin apo me Moskën dhe Kinën. Po jo Shqipëri, sepse sot edhe vetë Europa vazhdon dhe një herë mos harroni të jetë por amerikane, janë miqtë tanë, janë aleatët tanë. Edhe kjo që po ndodh me Trumpin, Trumpi nuk është shqipërijetshëm. Ashtu si Macron nuk është shqipërijetshëm, edhe Trump nuk është shqipërijetshëm. Atë që bashkon Amerikën dhe Evropën është shumë e madhe se ç'mund të ndaj në një moment caktuar historik një president amerikan në dhëkjes europiane. Sot Merkel është haruar apo jo? Është haruar Merkel. Po. Me jetë kujton në asaj kohe se ishte gruaja e hekur, gruaja e gjithashme. Që dhe këto janë momente historike, duhet kaluar me qetësi, duhet haruar që dhe një herë aq që na bashkon amerikanët janë vlerat, është demokracia, është liria fjalës që asnjë tjetër aleancë në botë nuk mund të na ofrojë këtë dhe asnjë amerikan dhe asnjë europian nuk është i gatshëm sot ta hiqë nga kjo vlerë themelore, liria e fjalës, liria e shprehjes. E qartë, zoti Burimi, unë falenderoj shumë për të gjithë analizën tuaj dhe për informacionet që përcollën ju. Përshëndes.